Për Sarandën, pyesni Ulsion më shumë. Për sa i përket energjisë, sot kemi përqindjen më të ulët të humbjes në rrjet, që hyn tani më në sferën e humbjes teknike, ndërkohë që e patëm nisur atëherë me 50% thuajse humbje në rrjet. Janë zhvilluar 5 ankande ndërkombëtare që kanë krijuar mundësinë për 640 MW kapacitete fotovoltaike dhe 222 MW kapacitete eolike, duke arritur disa nga çmimet më konkurruese në Europë për energjinë e rinovueshme. Karavastaja 140 MW është sot në operim. Spitalla 100 MW është në ndërtim. Parku eolik në Kavaj 75 MW, Akërnia 100 MW dhe rreth 300 MW të tjera janë në proces të marrjes së lejes së ndërtimit. Është diversifikuar dhe rritur prodhimi i energjisë, ku 600 MW kapacitete të reja janë shtuar dhe priten edhe rreth 1000 MW deri në përfundim të vitit 2027. Nga vdekja e Enver Hoxhës deri në largimin nga pushteti të sekretarit të partisë tij në 2013 Shqipërisë nuk i është rritur asnjë megavat kapacitet prodhimi. Asnjë megavat kapacitet prodhimi. Po ka ndodhur e para shkatrimi total i sistemit të shpërndarjes. E dyta, privatizimi kriminal i 4 hidrocentraleve të ndërtuara funksionale, Shkopeti, Ulza, Bistrica 1, Bistrica 2, si kthim të vëshëje. Do më në qoftë se duan korupcion dhe duan të luftojnë korupcionin, se krimin, me sa duket, nuk e kanë të lehtë ta luftojnë deri në fund, përderisa nuk kanë fuqi të ngrenë akuzë për 21 janarin, le të shkojnë dhe të marrin dosjen e këtyre 4 veprave të ndërtuara nga populli dhe që i takonin vetëm popullit. Dhe ju dhanë një kompanie që nuk i kthej të vëshëja, i llogaritën të vëshën, thanë të vëshën si ja u kthejmë, po merrni këto hidrocentralet. Dhe këta janë sot ata që vinë vërdall si qente pazarit me flak në përduar dhe me lapën jashtë. Sot energjia rinovueshme përbën 44% të miksit total të energjisë në vend. Politikat e vetë prodhimit kanë nxitur rreth 400 MW kapacitete fotovoltaike për bizneset dhe familjet në vetëm 3 vite. Është përmbyllur dhe reforma për liberalizimin e tregut të energjisë dhe ndarjen e funksioneve të prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Të gjitha këto kanë ndodhur në këto vite. Në drejtimin e atij njeriu që ka mbuluar ato 2 sektorë. Është deregulluar pjesërisht tregu i furnizimit me energji, ku klientët me tension të mesëm dhe të lartë operojnë në tregun e lirë. Shqipëria ka përballuar krizën globale të energjisë pa e rritur çmimin. Për konsumatorët familjarë, dhe këtë nuk e them unë më, e thot OECD-ja. Në vlerësimet OECD-s shënohet se Shqipëria është një vend në Europë që përballoi krizën pa rritur çmimin e energjisë. Për herë të parë dhe i vetmi vend në Europë, Shqipëria uli çmimin e energjisë për familjarët me 10%. Gjeni një vend tjetër ku është ulur çmimi i energjisë dhe kur mund të diskutohet ulja e çmimit të energjisë. Programet për eficiencën energjetike kanë mbështetur 4.000 familje deri tani dhe do vazhdojnë të mbështesin tjera. Është krijuar bursa shqiptare e energjisë elektrike,
nga operatorët e Shqipërisë dhe të Kosovës, ku volumet sot, krahasuar me ditën e krijimit 2024, janë rritur me thuajse 50%. Është forcuar integrimi rajonal përmes projekteve të interkoneksionit me Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën, dhe aktualisht po punohet për të trefishuar kapacitetet me Greqinë, si dhe për të ndërtuar linjën e transmetimit me Italinë. Po zbatohen projektet për të rehabilituar kaskadën e Drinit dhe për të modernizuar asetet ekzistuese. Investimet e keshit drejt për drejt përfshin 75 MW kapacitet fotovoltaik, 110 MW termik dhe projektin pump storage me rreth 300 MW. Ndërkohë, përmes bashkëpunime ndërkombëtare, veçanërisht me Mazdarin e Emiratet Bashkuara, do të fillojë gjenerimi i kapacitetet të reja, duke filluar nga parku fotovoltaik i Tragjasit 120 MW. Ka nisur projektet për infrastrukturën e karikimit të automjeteve elektrike. Projekti Nur në bashkëpunim me Sokarin do të mundsoj për herë të parë përdorimin e gazit natyror në Shqipëri si një burim energjie i cili rrit sigurinë e furnizimit dhe sigurinë energjetike në vend, ndërsa marrëveshja që përmenda, ajo trilateralja me Italinë dhe Emiratet e Bashkuara për transmetimin e nënjohur të energjisë, do ta vendosë Shqipërinë në një pozicion të ri strategjik edhe në këtë fushë. Dhe e fundit që kam është motamo nga World Economic Forum, Shqipëria renditet në krye të klasifikimit për qëndrueshmërinë e sektorit energjetik. Nuk e lë dot ujin pa e sjell këtu, sepse reforma e ujit ka marrë tani më një pamje të qartë për ku po shkojmë. Në 2022 u përmbyll faza e parë e reformës, rajonalizuam shoqëritë, i reduktuam nga 58 në 14 që të rrisnin performancën financiare të sektorit. Në 2024 nisëm për herë të parë subvencionimin e ujit për kategoritë caktuara të klientëve më vulnerabël. Kemi zhvilluar sistemet digjitale për monitorimin e burimeve ujore dhe depove, si dhe përfunduar një projekt për digitalizimin e shërbimeve për qytetarët.